Një debat i ashpër dhe tepër tensionues ka shpërthyer së fundmi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania duke përfshirë banorët Mateo dhe Robert, një përplasje që ka ngritur sërish shqetësime serioze mbi gjuhën e përdorur dhe sjelljen agresive brenda spektaklit më të ndjekur në vend. Ngjarja ndodhi gjatë një bisede që fillimisht dukej e zakonshme, por që shumë shpejt degradoi në thyerje dhe kërcënime të drejtpërdrejta. Rogerti, i cili nuk është hera e parë që kritikohet për fjalorin e tij të ashpër dhe mënyrën konfrontuese të komunikimit me banorët e tjerë, i është drejtuar Mateos me tone të rënda, duke e paralajmëruar për pasoja jashtë shtëpisë së Big Brother. Fjalët e përdorura nga Rogerti kanë shkaktuar reagime të forta jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj, në rrjetet sociale dhe në opinionin publik. Çfarë do të bëj unë ty jashtë? Dëgjohet i thot ai Mateos, një deklaratë që u interpretua nga shumë shikues si kërcënim i hapur dhe i papranueshëm, pavarësisht kontekstit të një reality show. Debati vijoi me replika të njëpasishme, ku tensioni vetëm sa u rrit. Rogerti vazhdoi me fraza provokuese dhe gjuhë agresive, duke nënvizuar vazhdimisht idenë e përballjes jashtë shtëpisë, ndërsa Mateo nga ana e tij nuk u tërhoq dhe ju përgjigj drejt për drejt, duke e sfiduar hapur. Kjo përplasje verbale krijoi një atmosferë të rëndë në ambientet e shtëpisë, duke detyruar edhe banorë të tjerë të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Nuk është hera e parë që Rogerti përfshihet në debate të tilla. Gjatë javëve të fundit, ai ka marrë disa vritje nga produksioni për shkak të sjelljes së tij, thyerjeve dhe mungesës së respektit ndaj bashkëbanorëve. Megjithatë, ky incident i fundit shihet nga shumë djegës si një hap më i rëndë, pasi te i kalon kufijtë e debatit verbal dhe prek temën e kërcënimit personal. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të menjëhershme. Një pjesë e publikut ka kërkuar masa disiplinore më të ashpra ndaj Rogertit, madje edhe përjashtimin e tij nga gara, duke argumentuar se gjuha e dhunshme nuk duhet normalizuar apo toleruar në një format televiziv që ndiqet nga një audiencë e gjerë. Të tjerë megjithatë e shohin ngjarjen si pjesë të lojës dhe presionit psikologjik që krijon izolimi dhe konkurrenca e fortë për çmimin e madh. Nga ana tjetër, Mateo është perceptuar nga një pjesë e publikut si më i përmbajtur, edhe pse replika e tij sfiduese ka shtuar benzinë zjarrit. Mbështetësit e tij theksojnë se askush nuk duhet të qëndrojë i heshtur përballë kërcënimeve, ndërsa kritikët mendojnë se një qasje më e qetë do ta kishte shmangur për shkallëzimin e situatës. Produksioni i spektaklit ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare të detajuar lidhur me incidentin, por pritet që ngjarja të trajtohet në prajmin e radhës, ku zakonisht analizohen konfliktet më të forta dhe merren vendime përkatëse. Mbetet për tu parë nëse ky debat do të sjellë pasoja konkrete për Rogertin, apo nëse do të mbyllet thjesht me një tjetër paralajmërim. E sigurt është se kjo përplasje ka tronditur shtëpinë dhe ka rikthyer në qendër të vëmendjes diskutimin mbi kufijtë e lojës, përgjegjësitë e banorëve dhe mesazhin që një format ka ndjekur përcjellte publiku. Pjesë nga debati, Rogerti: jashtë mos u merr me atë sport, se jashtë e di çfarë të bëj unë jashtë. Ç'a të bëj unë ty jashtë? O të shpërlaj, o të përlaj unë ty. Nga shishe uji të bëj limonat sheshie. Mateo: hajde provoje. Rogerti: jashtë. Mateo: hajde provoje edhe këtu edhe jashtë. Rogerti: çfarë pres unë të bëj jashtë? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.